por dëgjone përvojën e Ibn Gjauzit. Ibn Gjauzi ka qenë dietar i madh. Ky thot kështu, ky çështu thot. Nga se ky ka arritë si duket çdo ku po thot. Andaj na duhet me ngu këta. Çka do t'i Ibn Gjauzi rahimullah? Thot në qofse thot law anna mu'minan aqilan. Thot në qofse një besimtar është i mençur. Don s'ja ka pi shejtani mend. I mençur është i vetëdijshëm, edhe musliman, thot që ky njeri në qofse e lexon thot surën Hadid. Surja Hadid është surja e hekrit. Apo në surën e hekrit e ka sjell Allahu ajetin e zbutjes së zemrave atë. Për më tregu se ky Kur'an edhe hekrin e zbut. E lemo zemrën dikujt sot që ka gjuna atë. Andaj thot law anna mu'minan aqilan, në qofse një besimtar i mençur qara surat al-Hadid, morën men, e lexon surën Hadid, thot dhe fundin e surës Hashr, ku Allahu flet për ndikimin e Kur'anit në shkrirjen e kodrave dhe bjeshkve. Fundin e surës Hashr, thot dhe e lexon Ayatul Kursin. Apo e lexon Ayatul Kursin. Dhe e lexon gjithashtu surën El-Ikhlas. Thot gjithsesi pas kësaj, apo thash Hadid, fundin e Hashr, Ayatul Kursin dhe surën Ikhlas, këto i këndon, thot Ibn Gjauzi rahimullah, thot nëse këto i këndon njeriu, thot gjithsesi do të përulet dhe thehet zemra për Allahut dhe do të mahnitet mendja dhe arsyeja e tij nga madhrimi për Allahut.